orën 8 kanë pasi mbledhje qeveria, pastaj në orën 11 natës ky ka thirrë përsëri. Thirrja për shdyti mbrëna ditës dhe anullimi i vizitës që ka bërë sot, do flet shumë. Flet për gjendjen mjaft të keqe të vetë Ramës. Në pozicionin e tij tashmë është shumë i keq, sepse nuk është e lehtë, domethënë që ti të mbash me dy zëvendës kryeministra në ndjekje penale dhe të mbash postin e kryeministit. Tashmë Rama domethënë është në atë ullin se ku do shkojë, mi po ai ka dhe dosit e veta të hapura. Dhe t'jeni të bindur që në të gjithë telefonatet e Sky e Encrochatit, të rrjeteve sociale dalin emrat e tyre. Dhe jo vetëm Belindës e ministrave të tjerë, por edhe vetë Ramës e ke në këto Encrochate. Jo pa qëllim, ata u munduan të përdorin një levë, domethënë, duke e çuar në gjykatë kushtetuese, gjoja si individ, vetëm që Encrochatin dhe Skyn ta quanin, mos ta merrnin si provë, po quhesh thjesht një telefonat, mos merren si provë. Në të njëjtën kohë që Amerika dhe Europa, Amerika fillimisht që tha është provë, pastaj vendimi i gjykatës europiane ishte që merret për provë dhe këta ngelen brenda kësaj. Po tashmë nuk kanë se si ta shtjellojnë tani, si dalin nga ky batak që jam fut vetë, jo si ka fut njëri, po jam fut vetë. Kështu që jemi në kushtet e depresionit themon tepër të Ramës për situatën që është krijuar. Ju e dini shumë mirë që Rama nuk ka lënë vizite, nuk ka lënë vend pa shku, ka pas ngjarje shumë të mëdha dhe Rama ka çak kokën, ka hik. Kurse çuditërisht kësaj radhe stopohet, nuk ikën, nuk di pse, por thash, ajo mbledhja e mbrëmshme e grupit apo dhe vetë qeverisë është tregues i një ankthi të cilit ata e kanë tashmë brenda për brenda, mos harrojmë edhe pjesën tjetër se edhe brenda për brenda Partisë Socialiste ka grupime, ka bryla, ka luftë brenda llojit dhe lufta brenda llojit është më e keqe se sa luftat e tjera. Zoti Markoçi, a mendoni se SPAK po ruan dhe asin nën mëngë sa i përket hetimit të Belinda Ballukut për fshehje të pasurisë? Dhe kjo mund të jetë një goditje po aq e rëndë sa që ishte edhe në rastin e Erion Veliajt. Që ka dhe për fshehje pasurisë, ka dhe për, se nuk është vetëm për tunelin e asaj, ka dhe, mund të them që ka dhe për koncesionin që ka dhënë, që kanë prek interesat e sigurisë amerikane apo të vetë NATO-s. Mos harrojmë se porti i Durrësit, jo pa qëllim ja përmenda që në fillim gjykatën kushtetuese e cila doli kundër dhe doli në krah Ramës. Ai porti i Durrësit është pikë nevralgjike, mi po aty do jetë edhe NATO. Dhe dhënia me koncesion të huajve, alabare, drejtje, shejtane, kontratet që kanë me Kolumbinë, kromi që vjen aty, droga që vjen. E kuptoj, dhe ata po me atë që kanë bërë deri tani, duke e tjetërsuar të port dhe duke e kthyer në një pikë kalimi të drogës e klandestinëve të gjitha, atëherë kjo ka prek edhe interesin e sigurisë kombëtare të Amerikës dhe kjo është porti i Durrësit do jetë mund të them që porti i Durrësit është edhe asi në mëngë për sa i përket të tjerëve, ndërsa për sa i përket pasurisë që do të hetohet në pasuri, kjo u tregua me lajmin që doli që e motra Belinda Balluku tashmë po ndahet me shoqin në punë se këta kështu fillojnë ndahen nga gratë, nga burrat vetëm për të fshehur pasurinë, për të bërë gjë se mendojnë se duke u ndalë, mendojnë se do ta fshehin pasurinë, po e kanë të kotë, sepse unë ju kam thënë që FBI-a qoftë edhe Anglia i din gjithë se ku i kanë bankat e ku i kanë pasuritë e tyre. Ju kam thënë që edhe vetë Ramës i është bllokuar si dhe të tjerëve, dhe vetë Ramës në Amerikë është bllokuar qoftë fizikisht, domethënë pronat që i ka, qoftë edhe llogaritë bankare. Kështu që jemi edhe Erionin kështu e qitëm fillimisht, e kuptohet sikur ishte për ca shpenzimet e më thatë shoqet, por dolën pastaj të tjerat edhe Erioni do të vazhdoj të ketë të tjera.
ashtu siç do vazhdoj të ketë të tjerat edhe Belinda dhe automatikisht edhe Rama është brenda të gjithë aferave që ka bërë Belinda Balluku. Patjetër, sepse në të gjithë takimet, në të gjithë inaugurimet, në të gjithë veprimet ka qenë Rama prezent. Rama nuk mund vetëm për Belindën ai nuk mund të thotë që ka hëngër dardha pas shpinës time. Për çdo tjetër njeri, për Belindën nuk e thotë dot se në të gjithë rrugët, në të gjithë tunelet, në të gjithë portet, aeroportit, mos harroni se ka qenë edhe Bexheti thash 4 orë sa në prokurorinë e rrethit Tiranës. Mirë po, kombinimi ndërmjet Spaku dhe prokurorisë Tiranës është evidente, nuk ka ndonjë gjë të keqe. Gjithë çka ka deklaruar Pacolli do të kalojnë tek Spaku patjetër. Janë deklarime në prokuroria dhe i merr dhe Spaku ato si dëshmi reale, pa e marrë Spaku në pyetje Pacollin për ato deklarimet që ka bërë aty. Dhe lufta e aeroporti i Vlorës tash. Po mos harroni, përveç aeroportit janë dy anijet që as kanë prodhuar ndonjëherë asnjë gram po që vetëm kanë marrë lekë të shqiptarëve. Mos harroni se është edhe çështja e inceneratorit Tiranës, e cila nuk është mbyllur, sepse ju kam thënë që në fillim që dosja e inceneratorit Tiranës nuk është e mbyllur, se u dënua X dhe Y, sepse ajo është ndarë në 3 pjesë. Në pjesën e tretë është më e frikshmja. Pse? Sepse pjesa e tretë është direkt Erion Belia, Edi Rama, Belinda Balluku, apo dhe kryeministët që kanë qenë përpara, qoftë edhe braçja e kompanitë që kanë qenë kryeministë që kanë firmosur në atë kohë. Kështu që nuk është se u bë dhe unë pranoj them që do klasja ajo e madhja. Ka dosi mekanikal të hapur. Para 2 ditësh, 3 ditësh në Amerikë është bërë përsëri një problem shumë i madh në mediat amerikane. Çështja me Gonigal, sepse edhe atje flitet për sigurinë e Amerikës dhe ardhja e sekretarit shtetit në Amerikë. Marku, kur erdhi këtu, kë takoi Spakun, ministrin e Brendshëm dhe Drejtësisë. Nuk takoi absolutisht asnjë tjetër. Dhe pas këtij po ndodhin çuditëra tashmë. Dhe jo të shihni që do të ketë çuditëra më të mëdha. Për t'i dhënë garant dhe unë jo pa qëllim thash që mediat e sfumuan në deklaratën e Dumanit në parlament. Cilat do të jenë këto çuditëra? Çuditëra, do të thonë janë ato pjesë që këto do shkërmoqen gjithë. Politika shqiptare do haj goditje shumë të madhe. Dhe kur them politika shqiptare, nuk e kam vetëm për një krah. Po flas politikanë shqiptar, shtetarët shqiptar, të cilët kanë 35 vjet që ndërmojnë këtë vend. Po që do marrin goditje të gjithë, në mënyrë absolute. Nuk mund të shpëtojnë më. Dhe thash, deklaratat që bëri Dumani e sfumuan, se u morën me debate të kota, në të njëjtën kohë ai tha 2 fjalë, askush nuk është para ligjit, mbi ligjin, dhe pjesa tjetër që ishte më e rëndësishme ishte që Spaku tashmë është në bashkëpunim të plot me FBI-n. Ne jemi vetmi vend në Ballkan apo në Europë që qëndron FBI-a në Shqipëri. S'ka vend tjetër që të jetë FBI-a në Shqipëri. Dhe FBI-a është atachuar në Spak. Të vizë vend sekretari i shtetit amerikan këtu. Takoj vetëm Spakun dhe 2 ministra dhe ta anashkalojt në mënyrë të kryeministrin apo presidentin apo kryetarin e parlamentit. Këtu ka ardhur zëvendësi sekretarit shtetit edhe këta kanë qitë në faqet pare të thënë e takume sot s'ka asgjë. Zoti Merkoçi dhe pyetje fundit sa i përket Belinda Ballukut. A mendoni se po tenton që të shpëtoj, po themi, gjithë aferat e saj, apo dhe aspektin e pasurisë, duke nisur nga fakti që një ditë para se ajo të thirrej në Spak, e motra e Belinda Ballukut hapi zyra avokatie, po pa specifikuar veprimtarinë në QKB, dhe më pas tani së fundmi i vllai i Belinda Ballukut, për të qenë saktë dhe korrigjuar atë të mëparshmen,
theksohet se po divorcohet nga gruaja e tij. A janë këto manovra për të fshehur pasurinë apo për të bërë lëvizje të tilla siç ishin në rastin e çiftit Meta Kryemadhi? E para je që motra Belinës ka konflikt interesi sepse ka qenë në krye mitingut dhe është kjo që i ka kaluar në përduar prokuror edhe gjyqtar. Dhe ky është një kashillik që ai i bën prokurorisë. Pra, se ka një direkt konflikt interesi po ta marrin. Por duke qenë familjare ajo ka drejt ta mbrojë Belinën. Atë që thash më përpara, ndje sepse ngatarrova, domethënë, jo e motra Belinë, po i vllai Belinës, ndahet nga e shoqja. Pikërisht për të fshehur pasurinë.